arkitektët më të mirë në botë, është ka 80 vjeç, quhet Peter Eiserman, dhe për ato persona të cilët kanë lidhje me këtë fushë, e ka përjetuar si një ditë shumë emocionuese. Dhe ai nisi duke thënë që duke qenë mbi 75 vjeçta, fitohet respekti për të ndendur ulur. Dhe kemi lënë me grupin që do bëjmë prezantimet në këmbë dhe ja 50 ca vite të tjera dhe pastaj do fillojmë të flasim ulur. Një aspekt shumë i rëndësishëm për personat që kanë backgroundin si puna ime, që ka studiuar arkitekturë, është materiali final, çfarë prodhohet. Dhe në botën tonë, nëse nuk ka një produkt final, nëse nuk ka një ndërtesë, atëherë pjesa e teorisë nuk është se vlen aq shumë pasi është e pa materializuar. Mund të thuhet që për persona që kanë vendosur të merren me politikë, siç jeni ju të ulur në këtë sallë, e keni luksin që të jeni në gjendje të diskutoni për problematikat, qoftë edhe në pafundësi, për hir të diskutimit, dhe ai është rezultati final. Një nga problematikat kryesore që ne kemi hasur në punën tonë të përditshme ka qenë mungesa e hapësirës për debat. Ka qenë mungesa e mendimit kritik dhe mospasja e hapësirës për të diskutuar, për të shprehur mendimet personale apo dhe për të konfrontuar ato me personat e tjerë. Për këtë arsye, ndjem nevojën për të krijuar disa lloj platformash ku të ishte mundësia që të rinjt që kishin dëshirë të shprehnin idetë e tyre dhe të kishin mundësi që të prezantoheshin dhe të përfaqësoheshin të përdorin këto lloj hapësirash. Një prej tyre ishte konferenca e Rinisë Socialiste, e cila fillimisht u krijua me profilin brenda një forumi rinor, ndërsa sot ndodhemi në fazën e dytë të konferencës, ku kemi dalë përtej aspektit politik përsa i përket organizimeve të forumit rinor. Këtu jemi me dyert hapura, le të themi, dhe kemi ftuar të rinj nga shoqëria civile, kemi ftuar të rinj që nuk kanë qenë të angazhuar më përpara në politik, student dhe gjimnazist. Për këtë do të falenderoj gjithë secilin prej jush që zgjodhët që pas ditën e sotme ta kalonit me ne për të diskutuar mbi teknologjinë. Do të kemi 4 folës kryesor, të cilët do t'i ftoj pas pak, do t'jenë në grupe 2 dhe 2, dhe do të keni mundësi që të drejtoni pyetje, pasi ato të bëjnë prezantimin e tyre mbi tezën që kanë përgatitur. Do të kemi fillimisht Lori Hysën, e cila flet për teknologjia, aleat garant e demokracisë, dhe Alban Naku, fëmijët e internetit. Pa ju marrë shumë kohë, do të ftoja të 2 folësit e parë. Pas e do të flasim, do të keni mundësi që secili prej jush që t'ju drejtoj pyetje dhe mësa pash Alba kishte mikrofonin në dorë dhe me një vitje dorë mund të drejtoni që secilit. Më pas do të kemi Romidon dhe Elsen që do të prezantojnë pikat e tyre. Faleminderit. Përshëndetje, do të ndëroj të jo lezëm për organizime tilla dhe gjithë ju sheni këtu sot. Nuk po marrë shumë kohë për të filluar me tezën time. Jam këtu sot për të folur për teknologjinë si aleat garant i demokracisë. Gjoj shpesh ankesa për epokën e digitalizimit, epoka ku jetojmë. Dëgjoj dhe vetë të ankohem se si në konsumon kohën smartphone, si njerëzit e dashur për shikojnë më shumë Skype se sa ballë për ballë. Por në fund ditës, realisht do ndjesha keq dhe ignorante nëse nuk do dija çfarë ndodh përreth meja. Teknologjia është zhvilluar si nevojë dhe jo si luks. Madje është maturuar mjaft gjatë luftës së dytë botërore. Lufta provoi të ishte revolucion social dhe edukues. Ka shumë arsye pse do të jemi me njohës teknologjisë, që disa të tjerë e konceptojnë dhe si denaturim. Dua ta nis me politikën, e cila ka aftësinë të ndryshojë thelbësisht jetën tonë. Pjesëmarrja dhe gatishmëria janë parakusht i rëndësishëm i ndërtimit të sistemit demokratik. Teknologjia mundson për qytetarët pjesëmarrje aktive dhe të shpejtë në aktualitetin politik. Marrëdhënia mes qytetarëve dhe qeverisë ka ndryshuar dukshëm në procesin e komunikimit, ballafaqim, kërkesa, llogaridhënie dhe pasqyrim të drejtë të përditshmërisë politike. Roli i demokracisë përforcohet në mënyrë progresive nga pjesëmarrja në rritje e qytetarëve që ndjekin me sy kritik.
nuk ka se si funksionojnë ndryshe kur njerëzit nuk vjen në djeni të punës, diferencave dhe mangësive të pushtetarëve. Procesi zgjedhor në shumicën e vendeve demokratike sot zhvillohet shpejt dhe sakt fakt teknologjisë që përcakton organizimin dhe mbikëqyrjen e procesit në mënyrë të suksesshme. Në fakt, projekti i parë për të ofruar një platformë elektronike për shkëmbimin e informacionit dhe diskutimit ka qenë Berkeley Community Memory, krijuar në vitin 1973. Shembulli i Estonisë është një tjetër tregues se si teknologjia derivon në demokraci të shëndetshme. Institucionet demokratike në Estoni, si në shumë shtete të reja të BE-s, ishën të prishta dhe besimi në qeveri ishte i ulët. Por, pas antarësimit në BE dhe NATO, Estonia ndoshi hapa që reflektonin në aktivizimit dhe nxitjen e qytetarëve për reagim ndaj pushtetit. U krijua shoqëria civile dhe u zhvillua në mënyrë mbërsilluese fal teknologjisë. 317, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2011 ishin 140.764, ose afër 16% e votuesve në total. Sigurisht u rrit shumë edhe numri i të rinjve që ishin votues, sepse dihet që të rinjt janë më përfshirë me teknologjinë. Shteti fqinjë Italia ka ngritur para 9 vitesh Qendrën Kombëtare të Administratës Publike dhe Informatike, si organizëm i posaçëm i qeverisë me rol promovimin e teknologjisë brenda organeve publike. Ndërkohë, Këshilli i Shtetit të Viktorias në Australi përdor një bord publik në web për të dhënë mundësi qytetarëve të parashtrojnë pyetje para Këshillit, të cilat duhet shfrytëhen gjatë kohës zyrtare të pyetje-përgjigjeve. Më pas, Këshilli përmbledh diskutimet e mbajtura gjatë takimit dhe i bën të njohura online. Jeta dhe liria e çdo shteti si kontrollohet dhe kufizohet nga ligjet e Republikës ku jeton. Por ligjet nuk bëhen nga njerëzit, por nga organet parlamentare që drejtohen nga zgjedhurit tanë. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjithë së bashku të jemi pjesë aktive e diskutimeve të projektligjeve dhe reformave që ndërmerren. Është vetëm një mënyrë efektive për ndikuar në qeverisje, pa patur parasysh opsionin e referendumit popullor apo zgjedhjeve të tjera me qëllim ndrimin e përfaqësuesve. Për të kthyer shembull nga Shqipëria, teknologjia e censusit ose regjistrimit ndikon drejt për drejt në funksionimin e sistemit demografik. Madje shtelsa mund të pohohet në Shqipëri, sa kohë që qytetarët nuk arrin dot të identifikohen sipas vendbanimit të adresës, sistemi zgjedhor gjithnjë do të mbetet i hapur për interpretime. Shqipëria ka popullat kryesisht të re, tregues ky shumë i mirë nëse referohemi lidhjes moshë përdorimin e teknologjisë. Gjatë verës pata eksperiencën e çonërit në brendësi të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Ishte viti i parë një institucion i tillë në vendin tonë, prandaj ndihma e qytetarëve ishte më shumë se çdo herë tjetër e nevojshme. Ne krijuam portalin stoppronimi.com si hapësirë kur secili mund kontribuonte në betejën kundër abuzimit në territorin në Bregdet. Lehtësisht vetëm nëpërmjet celularit. Denoncimet në kohë reale me foto apo video kanë qenë të shumta në numër, duke na ndihmuar ne në punën tonë dhe qytetarët për të mbrojtur vendin nga këto abuzime kafshërore. Një tjetër falënderim për teknologjinë. Ekziston dhe një portal tjetër, konsumatori.com, ku qytetarët mund të dërgojnë online çdo ankesë. Nisur nga pakënaqësitë me çezin, me ndotjen, me shërbime telefonike, internetin, postën, marrjet ushqimore, shërbime shëndetësor, paketa turistike, arsimin, bankën, transportin urban apo çdo gjë tjetër ndaj së cilës ne jemi konsumator. Websajti mbështet shoqërinë civile dhe është ndërtuar në bazë të standardit ndërkombëtar si një zyrë virtuale për mbrojtjen e konsumatorit. Jetasit e parimet e demokracisë. Teknologjia dhe demokracia janë aleata për një botë më të mirë. Në mënyrë të padiskutueshme e vështetshëm është ai që di. Mendoni për një moment se përpara viteve 90 të kishim në dispozicion Facebook, Twitter apo Google. Me teknologji gjithmonë zhvillim, jam realisht optimiste për demokraci çdo herë në më të arrijë. Faleminderit. Faleminderit Lori. Jemi në këtë sallë këtu me të rinj që një farë mënyrë ka vendosur që këtë periudhë të jetës tyre t'ja kushtojnë politikës. Dhe me shpresën që një moment caktuar do jenë në gjendje që të ndikojnë të personat të tjerë të grupime të ndryshme interesi në zonën e tyre ku banojnë apo dhe më gjerë. Për këtë arsye do duhet që disa gjëra t'i kemi të qarta dhe t'jemi në gjendje në momenti që prezantohemi me palët e treta, t'jemi në gjendje të kthejmë përgjigje dhe të kemi disa teza që i kemi të elaboruara. Për këtë arsye, duhet që përgjigjet të jenë paraprakisht të mirë menduara. Për këtë arsye, duhet e përsëris prapë që neve të jemi në gjendje të bëjmë pyetje dhe të bëjmë pyetjet e duhura. Dhe këto pyetje nuk duhet t'i ngrejmë me zë të lartë në vende ku pritem përgjigje prej nesh. Duhet të përdorim këto lloj hapësirash për të bërë pyetje që jemi në gjendje të diskutojmë. Në këtu do ju ftoj gjithsesi prej jush në momentin që jemi duke dëgjuar qoftë Lorin, Albanin apo më pas Ronita, të mendojnë në mënyrë kritike.
që kemi internetin, kemi Facebookun, janë mirë sepse kemi qenë në gjendje thalori të detektojmë ato probleme që ishin më shqetësuese për momentin. Po çfarë gjëra që të mira ka sjellë kjo gjë, si mund të përmirësohen? Hajde përdorim këtë një orë në vazhdim për të diskutuar. Dhe pavarësisht se mund të jenë 4 persona që janë të ulur përballë jush sot, kjo është për shkak të formës sallës që kemi këtu, që shumë bukur mund të ishte dhe sallë rrethore ku gjithë secili kalonte mikrofonin dhe fliste. Do ftoja tani Albanin dhe më pas mund të drejtojmë pyetjet të dyve. August? Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albanako. Të nderuar zonjasha Ileza Koka, të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje të gjithëve. Dua të përshëndes veçanërisht Jonajt Mzyrin dhe grupin që ka organizuar këtë aktivitet. Fal punës të palosme që kemi bërë, më thënë ky projekt në fund realizuar. Jam le të themi shumë i kënaqur që jam pjesë e këtij paneli fantastik. Debatojmë sot se si ndikon interneti në cilësinë e demokracisë. Debati sa vjen të bëhet më i nxehtë në vitet që vijnë për shkak të efektit të webit 2.0 dhe të media sociale. Në këtë fjalim do përpiqem të informoj në rolin që ka interneti dhe në cilësinë e demokracisë, duke përfunduar me konkluzion personal, por duke shpresuar që secili prej jush të krijojë një bindje të tij në fund të këtij fjalimi. Informacioni është pushtet. Aksesi në informacion e bën shoqërinë më të edukuar, për pasojë shoqëria është më e qëndrueshme, më e shëndetshme, më kreative dhe më e lumtur, me një standard jetese më të mirë. Një shoqëri më e informuar e ka më të lehtë të pranojë pikpamje, ide, kultura dhe vlera të ndryshme, duke ndërgjegjësuar për të drejtat që gëzon dhe parimet e demokracisë. Gjatë revolucionit të Egjiptit, një protestues tha: "Unë jam sot në protest, jo sepse jam një addicted to the internet, jam një ndërvarur nga interneti, apo sepse shteti do që ta fiki, unë jam këtu sepse po mbroj një drejtë themelore, po mbroj të drejtat e mia. Pavarësisht se dikush e përdor internetin ose jo, është drejta e tij të vendosë nëse do të ketë akses në internet. Interneti ndihmon që qytetarët të informohen se çfarë po ndodh në anë botës, duke ekspozuar në ide, vlera, diskutime të ndryshme, duke ndryshuar gjykime dhe duke ngritur nivelin e vetdijes se çfarë po ndodh përreth tyre. Interneti është një platformë që ndihmon njerëzit të flasin, të dëgjohen, të ndajnë, të diskutojnë ide, madje edhe të shprehin ato inatet e tyre që nuk mund të shprehin në ditën e përditshme. Duke përdorur internetin, çdo mund të bëhet një analist, një politolog, një reporter, një aktivist politik, duke përdorur vegla si SMS, email, blogje, video, komente, website. Komunikimi nuk mund të kufizohet vetëm në nivelin një media, por me anë të internetit ka kaluar në një nivel tjetër, shumë që komunikojmë me shumë të tjerë. Për sa i përket aktivizmit, ky lloj komunikimi nuk është i qëndruar. Interneti mundson burime, por të organizuar evente ose protesta, që shpesh quhet organizime digjitale ose aktivizëm. Gjatë 4.8 milion kolumbian në 365 mashime në pikë shtetin. Interneti ofron një platformë të shkëlqyer për diskutime politike, debate, të cilat kanë efekt në përfshirjen e sa më shumë aktivistëve që në vetvete se ndërton strukturën e shoqërisë dhe ndihmon demokracinë. Llogaridhënia e qeverisë dhe një mekanizëm vlerësimi konstitucionalist janë elementet thelbësor për funksionimin e demokracisë reale. Interneti dhe koncepti i qeverisjes o e-government ndihmon në krijimin e transparencës nëpërmjet qeverisë dhe qytetarëve të saj, duke mundësuar kuptueshmërinë e problemeve në mënyrë më të qartë dhe formuar një lidhje më të shëndetshme individ-shtet. Ky proces na udhëheq në një qeverisje më eficiente, duke ndihmuar në formimin e transparencës dhe gjitha kjo është fal internetit. Gjithfuqia e aktivizmit politik dhe zgjerimi i konceptit të kontrollit dhe zhvillimi i konceptit të transparencës fal internetit ka provuar që ulet niveli i korrupsionit, krijohet një sistem më efikas të kontrollit elektoral pra në momentin që bëhet zgjedhje dhe bëhet pararojë e parimeve demokratike. Demonstrata, aktivizimet, revolucionet, zgjedhjet dhe gjitha proceset e tjera ku një aktivist shpreh në mënyrë potenciale atë çka i beson, krijohen vertikalisht nga qytetarët drejt qeverisë. Revolucioni në Egjipt ishte revolucioni i cili u thoq për herë parë nga mediat sociale dhe që qartësisht solli në dritë fuqinë e internetit në promovimin e demokracisë dhe llogaridhënies së qeverisë. Pasi jetuan për rreth 30 vjet në një sistem demokratik të rrëmë, në regjimin e Mubarak, egjiptianët nuk munduronin më. Pas falsifikimit të zgjedhjeve në vitin 2010, aktivistët e rinj
egjiptian vendosën të marrin situatën në dorë duke imponuar ndryshimin. Revolucioni zgjati për 18 ditë dhe përfundoi me rrëzimin e qeverisë jo demokratike të Egjiptit. Përgjatë revolucionit, shumë njerëz regjistruan video me aparatë të tyre celullare me kamerë, të cilat i postuan në YouTube dhe e gjithë bota mbar mori vesh se çfarë po ndodhte në Egjipt. Me një lëvizje pa precedent, Mubaraku fiku internetin dhe telefonat për 5 ditë. Kjo bëri që lëvizja të mirë të plak dhe mungesën e internetit në rregosi aq shumë popullsim, të cilët vendosen të dilin në rrugë, pra nga i aktivizëm të bëjnë aktivizëm të vërtet politik. Pavarësisht se edhe shumë faktorë të tjerë ndikuan në revolucionin egjiptian, media sociale dhe interneti luajnë një rol thelbësor në organizimin e saj dhe sigurisht në arritjen e suksesit, pavarësisht të ekipit në konceptin e demokracisë. Interneti gjithashtu ndihmon në shpërndarjen e vlerave të demokracisë përtek kufive të një shteti. Kjo gjë vjet lehtësisht në ngjarjet e lindjes së mëshme. Gjatë revolucionit të janar 2011, njerëz nga Tunizia dërgonin komente, hapnin blogje, website për të dhënë informacion qytetarëve të Egjiptit. Interneti po shndrohet si një burim drejt së vërtetës, për të rritur ndërgjegjësimin rreth të drejtave të njeriut dhe potencialisht ndihmon që revolucioni i demokracisë të ndodhë kudo. Personalisht, besoj që informacioni është qesë qytetarët të fitojnë më shumë dije, të ndërgjegjësohen pozitat që ata kanë, dhe të mendojnë në mënyrë globale dhe të marrin vendime logjike. Edhe pse shpejtësia e aksesit në informacion fal internetit është shumë e lartë, në vetvete, interneti nuk mund të sjellë demokracinë në një vend, por me strukturën e turës sociale, politike dhe kulturore, mund të luajë një rol thelbësor në instalimin ose në upgrading të demokracisë. Ajo që më pëlqen më shumë nga ky shek ose në këto vite të fundit është që për shumë të rinj, interneti ka qenë gjithmonë aty. Pra, ata kanë... Faleminderit Albano, kemi... Përshëndetje, jam Lediani. Dëshiroj të bëja një koment, bashkëqyroj dhe me një pyetje këto. Kur flasim për demokraci, duhet kemi parasysh që nuk ka vetëm një lloj demokracie kështu në përgjithësi, se ka disa lloj demokracish, po marr dy domethënë se për mos më edhe kohë, ka demokraci me përfaqësim edhe demokraci direkte. Dhe ajo çfarë besoj se po trajtohet këtu është se si mund të hyjë në shoqëri demokracia direkte. Edhe mendoj se kjo përveç mirëve që mund sjellë destabilitet, domethënë në qeverisjen e një vendi. Shembull mund të kemi protestat që u bën para një viti për sjelljen e gazit sarin, çfarë ishte domethënë. Personalisht e pozicionoj veten te personat që beson tek demokracia me përfaqësim, nuk kam shumë besim tek demokracia direkte, sepse mendoj se disa njerëz të pakualifikuar, por shumë energjik, mund të marrin mbi shpatulla të drejtojnë njerëz edhe për të argumentuar gjëra për të cilat nuk janë të aftë për të argumentuar. Personalisht, e vetmja herë që dëgjova një kimist në atë kohë ishte në një emision bazdite, që dhe ai tha, kjo nuk sjell asnjë rrezik, po unë jam që mos di, edhe kaq ishte domethënë, edhe pyetja ime është kjo, mos rrezikon domethënë që kjo lloj demokracie direkte, cili tjetë e aftë domethënë të shkatrojë, të sjellë destabilitet si për regjime diktatoriale, po dhe regjime stabil demokratike, dhe a është kjo lloj demokracie aftë për të ngritur një shoqëri stabil. Përshëndetje, jam Larki, tashmë vendosur. Megjithatë, unë i dëgjova me vëmendje, ajo që më bën përshtypje është që interneti, teknologjia shihet gjithmonë në aspektin pozitiv. Kuptimin që po listojmë deri në moment se çfarë të mirë është ka sjellë. Unë desha të thelloni çik më gjatë te kjo punë, sidomos kur lidhet interneti me politikën. Pranvera arabe, më thënë drejtë në kush histori suksesit, se iku Mubaraku, erdhi ai muslimani, ose erdhi shoku Mubaraku. Do të mbyll rrethi edhe një herë.
Në një farë mënyre, ajo që ndodhë edhe në për këto protestat që organizohen në Twitterit, apo me karakteret e Twitterit, janë qikë problematike sepse dhe unë mendoj që fakti që organizohen, pikërisht që organizohen në Twitteri nuk kanë substancë ose nuk kanë substancë ideologjike. Për shembull, nëse krahasojmë pranverën arabe me majin e 68-s, ne krahasojmë një individ I cili sigurisht merr informacion periferik në internetit, me një individ që ditën 68-ën mas I kishte lexuar Marxin, Markuzën, gjysmën e filozofëve dhe sociologëve që debatonin në atë kohë. Pra dilte e kishte përbrendsu aktivitetin e tij politik. Kështu që në gjithë këto protestat apo aktivitete sociale që kanë ndodhur sfundmi, përfshi Spanjën me Indignados, përfshi edhe shumë forma tjera, unë mendoj që një për arsyet e mos suksesit tyre ose limitimit të aksionit politik është edhe për faktin që komunikimi nëpërmjet teknologjisë është transformuar tani në edhe një si cektësi, e kalimit të informacionit. Pra njerëzit nuk debatojnë më për thelbin e situatës. Për shembull, ajo ndërhyrje që bë pak më përpara, problemi këtu fillon te vetë fjala demokraci, çfarë demokracie jemi duke folur. Nga ana tjetër, teknologjia në vetë nuk ka qenë shumë për të çliruar popullatën, sa ka qenë për ta kontrolluar popullatën. Për shembull, Willy Brandt në vitet 70 kur vendosi që njerëzit duhet të kishin ID card në Gjermani, e vendosi pikërisht sepse donte të identifikonte ku ishin aktivistët politik anti-establishment etj. Kështu që besoj ndoshta del edhe me kalimin e kohës edhe folësve, po do doja që një farë mënyrë të kishte një qasje kritike ndaj kësaj. Domethënë vërtet interneti, si thosh, nëse po flasim tash për strukturës siç është qeveria, e cila mund të ketë në dorë që të kontrollojë pastaj nëpërmjet ligjeve të caktuara hapësirën private dhe informacionin dhe të drejtojë informacionin që ty duket si privat sepse tu po e shoh në kompjuterin etj, por ndërkohë ka mijëra mënyra se si ti të marrësh atë lloj informacioni, është një lloj kufizimi që duhet të qenë seriozor. Dhe në këtë aspekt do të thjesht të riqja vëmendjen te fakti që teknologjia a është element çlirues apo teknologjia është një element, pra në këtë rast interneti apo rrjetet sociale janë forma frenuese në një farë mënyrë ose teknologjia si formë kontrolli nga pushteti për të individët. Kështu që kaq. Kërishë të zgjedhim, kemi mundësi të zgjedhim. Është vërtet që falë shpejtësisë shpërndarjes së informacionit, shpërndarja e informacionit gabuara, ishte edhe rasti armëve kimike, por mendojmë të kundërtën, ta zgjidhim problemin aty në mënyrën ekonomike, matematike, si do të ishte sikur mos ishte teknologjia. Unë nis me politikën të parë dhe me sistemin zgjedhor, sepse politika është që kontrollon jetën tonë. Dhe është vërtet që dhe teknologjia ka tendencën për të kontrolluar jetën. Por ka dhe tendencën të organizojë në njëjtën kohë, kështu që duke mos e marrë në asnjë mënyrë si të mirë absolute, duke vënë balancë të mirat dhe të këqijat e teknologjisë, unë do të isha gjithmonë pro zhvillimit. Albani patjetër do kishte diçka për të shtuar edhe për pranverën arabe, që ka arti të ishte pyetje, por që lidhur me disinformimin, teknologjia është bërë dhe mënyrë reklatimit. Ne vedim shumë mirë, është tullur edhe numri I tirazhit gazetave mënyrë të tmeshme, ka dhe gazeta që kanë falimentuar pikërisht sepse tashmë çdo mund ta gjesh online. Por kjo ka qenë edhe përfshirjen e të rive në politikë, edhe jemi ne, rinjia që mund bëjmë ndryshime të mëdha. Statistikat kanë treguar që më parë në zgjedhje kishte shumë pak përfshirje të rinj, sepse ishin të painteresuar. Derisa tani që informacionin e kanë me vete në xhep në smartphone-at e tyre, rritja e informacionit si edhe përfshirje më të madhe. Këto gjithashtu një shprehje që thotë më thuaj dhe do të harroj. Ma shpjego dhe do të kuptoj. Më përfshi edhe unë do ta mbaj mend gjithmonë. Kështu që përfshirja është gjithmonë çelësi I suksesit dhe ndryshimeve të mëdha. Neve kemi nevojë për ndryshime, kemi nevojë për të përmirësuar, kështu që teknologjinë e shikoj si aleat. Faleminderit. Unë desha të shtoja që
Kur flasim për informacionin, jo domosdoshmërisht shprehimi që është dije. Mendoj që themi informacion është pushtet, është për aspektin pragmatist të informacionit, pavarësisht filtrave që ajo mund të ketë. Dija, ne kemi për të marrë dije dhe për ta vënë praktik dijen kërkon më shumë kohë, sepse është vetë procesi të mësuarit që kërkon kohë. Ideja kryesore pse ne do të jemi pro teknologjisë është që pavarësisht se teknologjia e shtyn atë barierën që imponon detyrimin ndaj njerëzimit, besoj që në një farë aspekti e liron nga disa zinxhire të tjerë. Në momentin që kalon nga një vojtje, ndoshta në një vojtje tjetër mund të themi. Por ideja kryesore është që pa bërë këto ndryshime ne nuk kishim evoluar kurrë. Nëse Prometeu nuk do të kishte sjellë zjarrin në tokë, atëherë ne do të kishim akoma në atë aspektin primitiv të jetës sonë, pra në stadion e kapsës vegetative. Në këtë aspekt, unë besoj që pavarësisht se ne u vëmë robët e zjarrit, pra e lidhim gjithë jetën tonë duke atribuar efekteve të mirave që i na jep zjarri, kjo nuk do të thotë që ne duhet ta urrejmë apo duhet ta përkrahim. Për sa i përket përdorimit të internetit dhe duke qenë se gjithë mund të kufizohet aktivizmi politik, besoj që në shoqërinë ekzistuese, në këtë status quo që ne kemi, ka shumë individ të cilët nuk kanë mundësi të shprehin veten e tyre ose të vetë shprehin, të ndajnë ide ose edhe madje të marrin informacion për shkak se i përkatësin një klasë të caktuar, edhe ajo klasë është një rrëfim më të urtë se klasat e tjera, pavarësisht se mund të jetë më lart. Besoj që interneti vendoset të shenjë barazisë për midis individëve, pavarësisht se kush je, ku je, apo se çfarë bën. Edhe kjo gjë është si thosh një përmirësim i mënyrës se ne jetojmë. Do të thotë këtë që njeriu pavarësisht se dëshiron lirinë në mënyrë absolute, nëse drejtën nuk ka për të arritur kurrë, derisa të kemi një trup fizik, sepse nëse do shkonim në lirinë ekstreme, do refuzonim edhe oksigjenin, do refuzonim edhe diellin. Por pa këto, nuk do të kishim jetë, nuk do të kishim ne këta që jemi sot. Kështu që qëndrimi pozitiv ndaj teknologjisë, besoj se ka përmirësuar jetën në etapa të ngadalta, duke qenë se njerëzimi zhvillohet pak më shpejt e kërkon më shumë, por ky është hapi i mendimit njerëzor, kur jemi për shkak të dijes së limituar që ne kemi. Edhe kjo është për shumë ideja edhe për sa i përket demokracisë, ka shumë njerëz që jam dakord me atë çfarë reprezenton, por jam dakord edhe me çfarë pyetin personat më parë, sepse dakord përderisa në momentin që flitet për rolin që ka teknologjia në lidhje me demokracinë, ndryshon nga roli që ka teknologjia në lidhje me çfarë ndikon në jetën tonë. Ndoshta po ta vëmë në një peshore, të mira dhe të këqija që sjell teknologjia tek demokracia. Njerëzit sot ditë për ditë hedhin dhëna personale në internet dhe kudo, dhe këto dhëna personale siç ne e dimë, janë shumë lehtë, do janë të aksesueshme në mos nga shteti nga persona të tjerë të cilët ndërhyjnë në internet. Dhe me anë të kësaj, me anë të teknologjisë mund të themi, cënohet një parim shumë i rëndësishëm i demokracisë që është parimi i privatësisë. Tani po të vëmë peshore të mirat to që juve përmendët dhe të këqijat që nga vinë nga cënimi i këtij parimi, mos ndoshta ndryshon rolin që ka teknologjia në demokraci? Të hedhje në rrjetet e tyre sociale, llogaritë e tyre në Facebook apo në Twitter. Kjo pastaj është edhe zgjedhje personale as sa do të ndash me të tjerët. Prapë jam me mendimin që teknologjia peshon më shumë tek ajo peshorja e të mirave dhe të këqijave. Mendoj si do t'ishte nëse ti do t'ishe diku ku nuk do të ndajmë asë informacionin tënë, malja se e mrenë as ku banon, as shkollën, as gjë, por kjo do t'ishe dhe njëri vatë që ti nuk do t'kishe drejt kërkoje as gjë, as për nuk i kuje tonë, as për emrin tënë për as gjë. Kështu që nëse kërkon diçka, patjetër do t'ja është dhe diçka tjetër, që kjo dhe dhënat e tua. Ka shumë të cunguar. Po, edhe të banë në shkoj diçka. Kur flasim për teknologjinë, do të vijmë dakord gjithë se si do ta përkufizojmë teknologjinë. Po, ose teknologjia sot ka marrë aspektin e digitalizimit, por kjo nuk do të thotë se vetëm aspekti digital i teknologjisë është ai që ne do të quajmë teknologji. Teknologjisë, çfarë do të gjë që shikojmë këtu është teknologji. Në robot që kemi veshur, kanë një aspekt teknik që janë bërë,
këto kollare, fetore, rroba që kemi pulle, puce, kamerë, mikrofon janë teknologji. Dhe ne sot në këtë aspekt, në të nivel që kemi të dijes tonë, do ta kishim, do të konceptonim vetë kur jetën pa këtë aspekt. Problemi është që për sa i përket digitalizimit, jemi ai brezi që kemi filluar primitar në brezin ndërmjetëm që gjatë jetës tyre janë përballur me një shpike të re që është interneti dhe mënyrën se si do përdoret interneti. Kurse ne jemi brezi që kemi lindur me një fenomen që është krijuar për ne është realitet, që është interneti. Dhe që duhet ta mësojmë. Është ka shumë siç kanë thënë, nëse bëjmë një paralelizëm, mund ta bëjmë me shpikjen e motorit të makinës. Nëse njerëzit ishin të gjithë mësuar me karroca me kuaj, edhe nëse do të pyesin, do të Fordi thoshte që njerëzit nëse do të pyesin mua që për të bërë diçka të re, do kërkonin një karrocë me më shumë kuaj, që ikën më shpejt. Por Fordi çfarë bëri një motor të ri që krijoi makinën e parë. Dhe ajo fazë e njerëzimit, do të ishte kundër, do thoshin që aksidenti që do vinë nga ky motor është shumë i rrezikshëm, nuk mund të bëjmë dot. Çfarë ndodh sot? Sot ndodh që praktikisht çdo familje ka një makinë, edhe që nuk është më një mjet luksi, por është një mjet shërbimi që na bën jetën më të lehtë. Besoj që edhe interneti në vazhdimsinë e tij, që do sa vjen për mësues ditë të ditës, do të ofrojë realitete të reja. Sot kemi krijime si Google Glass, që më parë nuk konceptoi kur, që janë syze, që praktikisht kanë internet, kanë Google Voice, kanë dhe kamerë që ti mund të regjistrosh çdo gjë që ti shikon ose të ty, dhe të ndash në shokët të. Pra kjo është një nivel i ri, të cilët ne nuk e kemi marrë akoma, por që është akoma në koncept, dhe që është shpejt i dhe Dhe besoj që kjo ka përndryshuar mënyrën se si ne mësojmë, se si bëjmë provime, dhe ka përndryshuar mënyrën se si ne vetë mendojmë për vetën tonë. Praktikisht një gjë kjo është një qenie që vetë përcakton vetë, në thekë. Ja, nuk se e ka Nëse ka një pyetje të fundit për panelin e parë? Okej, let's Lëveza për produktin final të arkitektit që është një shtëpi. Atëherë, në botë, kur ndërtohet shtëpia, kemi kabllat e energjisë, instalimeve hidraulike, gazit dhe internetit. Ndërsa në Shqipëri akoma nuk e kemi këtë kabllin deri në kabllin e fundit të internetit. Kështu që besoj që si fillim do të krijojmë kulturën që ta kemi internetin në shtëpi, të rritemi në një kulturë se si përdoret interneti që më pas të kemi probleme. Dhe për sa i përket demokracisë, besoj se tu ju përmbroni tezën të mira, vetëm të mira që sjellë interneti. Besoj se nuk ka vetëm të mira, dhe këtu hyn manipulimi i target grupeve. Për shembull, kemi shumë parasysh gjithë faqet e politikanëve apo partive politike të cilët kanë target grupin e tyre dhe në faqet e tyre bëjnë çdo gjë që dalin, sigur ato thonë janë perfekte dhe ashtu siç është 100% reale. Por pas këtyre faqeve janë njerëz administratorë që e dinë shumë mirë bëjnë fshirjet e tyre komenteve negative. Gjithashtu nuk do të shohim në internetin edhe si zgjedhje të shumë problemeve, përmendi vajza ka zgjedhjet elektronike, po nuk kultivuam kulturën tonë që zgjedhjet mos manipulojmë, jam i sigurt që atë po t'i bëjmë elektronike, programosi do të krijojë një algoritëm që votat i heqin nga një anë dhe t'i kalojnë në anën tjetër. Ndodh që të gjërë se është nëse vullneti për të manipuluar. Gjithashtu edhe pika fundit është që duhet thoya të gjithë përmendem këto shembujt e revolucioneve, protestave, edhe me këtë nuk jam shumë dakord. Është edhe ajo teza që zhvilloi Lajreti që nuk kam shqetësoj shumë. Do të thënë jo vetëm efekte pozitive, por edhe efekte negative që mendoj se janë në kulturën e të cilit dhe mënyra se i përdorin. Për një votimin, kjo është menduar si zgjidhje shumë inteligjente dhe që po praktikohet në vendet me teknologji më zhvilluar. Që do të thotë që mund të jesh kudo dhe ti voton lehtësisht nëpërmjet internetit. Unë tash nuk kontestoj asnjë nga ato anët negative që teknologjia, por prapë mbetëm të mirë pa dashur të përsëris veten. Duke menduar si konsumator gjithmonë. Unë jam Angela Iria.
Këto gjërat privacy e këto nuk është se më intereson shumë, po duke qenë se studioj për ekonomi, çdo gjë që lidhet me punësimin me financat me lekë, më tash më intereson shumë. Edhe Zonjush Lori përmendi që shumë nga gazetat ose kanë falimentuar si pasojë sepse njerëzit e marrin informacionet tashmë online në orale dhe nuk kanë shumë nevojë për gazetat e për këto. Dhe përmendoja që kjo në vetvete është një disavantazh, më shumë se sa avantazh, për arsye se mendoj se një nga qëllimet primare të politikës është rritja e punësimit dhe falimentimi i këtyre le të themi në datën më thjesht që tashmë për shkak të shpejtësisë së marrjes së informacionit, le të themi që është zbeu shumë roli i mediave, si mediave vizuale, televizionit, radios apo e ashtu edhe medias së shkruar siç janë gazetat. Do të mendoj unë më shumë për të quajtur direkt si avantazh, sepse punësimi është një çështje shumë e rëndësishme për sa i përket politikës dhe mendoj se duhet të jetë primare. Çfarë komenti do të kishit ti për këtë? Shumë faleminderit për në aspektin financiar nuk ka ndryshuar asgjë për atë gazetë, madje mund të ketë më tepër akses në të. Gazetë shqiptare nuk përmendën gazetën Tema, e cila gjithashtu e ndërpreu botimin e vet dhe është blogu më i klikuar momentalisht. Kështu, ideja e mediave, në moment që kanë kaluar online, është vetmja gjë që është pak po e sigurt që ka akses më të madh tek njerëzit. Disa nga pikat që unë ngritëm këtu që mendoj që ja vlen të theksohen është pjesa e se sa kemi ekspert më. Do të thënë se sa thellohen njerëzit në studimin e tyre. Do të thënë në momentin që ne kemi akses në çfarë lloj informacioni, jo më kot e kemi titulluar dhe konferencën Zhvillimi i teknologjisë si garanti i demokracisë, nga shtypshkronja tek WikiLeaks. Me shtypshkronja janë bërë më përpara protestat le të themi përpara që ishin traktet që shpërndashin dhe nxjerrin një lloj informacioni që mund të ishte konfidencial apo diçka që do kishte impakt tek njerëzit. Dhe me anë të shtypshkronje u bën organizime grupime që kanë rrëzuar dhe regjime të ndryshme. E njëjta lloj koncepti është përdorur me WikiLeaks që është shpërndarë informacion që ishte i rezervuar dhe u bë i hapur për publikun e gjerë. Hajde diskutojmë, a është e mirë që gjithë njerëzit kenë akses në çfarë lloj informacioni, a duhet të shkojë transparenca deri në këtë farpike, a duhet të jenë të gjithë njerëzit të barabartë përpara këtij lloji informacioni, apo duhet të ketë një lloj filtrimi, një lloj mburoje, le të themi, njerëzve, që disa gjëra është mirë të dinë, disa gjëra është mirë mos i dinë. Këto janë çështje që vlen për të diskutuar dhe gjithashtu dhe pjesa e thellimit, që në momentin që jemi gjatë gjithë kohës të bombarduar me tituj, rasti i mediave sociale apo gazetave që tashmë janë online apo të televizionit që janë online, se sa jemi neve në gjendje që t'i absorbojmë dhe t'i kuptojmë më në detaj. Mendoj që shumica këtyre pikave u kap dhe nëse nuk u ezaurua, gjithsecili prej nesh i vuri disa pikpyetje në këtë drejtim. Shoh që Romildo e ka titullin Teknologjia, Demokracia dhe Mendimi Kritik, që besoj që mund na thot nga ana teknike diçka më në detaj në këtë pikë, duke falendëruar Albanin dhe Lorin shumë dhe për pjesën e materialit që kishte përgatitur dhe për përgjigjes që dhanë. Do ju ftoj që të dëgjojmë me vëmendje Elsa Çertja, Demokracia elektronike dhe fuqia e teknologjisë, Romildo Kokti, Teknologjia, Demokracia dhe Mendimi Kritik. Shumë faleminderit Albanin dhe Lorin. Shëndetit gjithëve, jam Romildo Kokti, si që të dhe e Reza. Edhe do të them që jo domosdoshmërisht teknologjia është garant e demokracisë, si që është nga kolekti mi. Okej, parimisht jam dakord që mund të jetë garant, po jetë gjithmonë kjo ndodh. Shembull, le të përmendim projektin Ekelor, o Ekelor Valley, si e thonë, i cili është një sistem që mundëson përgjimin e komunikimeve publike ose private, adoptuar nga Shtetet e Bashkuara, Zelanda e Re, Mbretëria e Madhe dhe Australia. Ose mund të përmendim gjithashtu edhe skandalin e përgjimeve të National Security Agency, ndaj figura të ndryshme politike dhe bashkimit evropian, si për shembull kancelari Merkel. Pra, opinioni publik, domethënë ne,
gjithë që jemi pjesë të opinionit publik, jemi të masë të rrezikuar nga manipulimi i informacionit. Manipulimi që bëhet nga grupë ose nga individet të caktuar për qëllime të ndryshme. Ky manipulim mund të ndikojë negativisht ose disa herë pozitivisht në jetën politike të shoqërisë. Për shembull, duke treguar në televizion disa imazhe, filma ose emisione të caktuar, duke botuar në gazeta artikuj të caktuar, ose duke ndërmarrë fushata online, mund të manipulohet lehtësisht mendimi ose vullneti i një pjesë të shoqërisë. Pra, mënyra e përdorimit të teknologjisë ka nxitur rivolucione demokratike në vendet e botës. Po ai sa ka ndikuar në cënimin e demokracisë. Përpara është përmendur pranvera arabe nga Learti dhe Albani. Në këto vende, përmes rrjetit, mijëra njerëz janë organizuar për të dalë në protesta kundër regjimit. Por pavarësisht kësaj fryme së re, shumë nga shoqëritë të këtyre vendeve, si për shembull Egjipti ose Siria ose Libia, ka rënë prej të ekstremizmit fetar. I parabu dhe këj fundit me mjete teknologjike, për shembull Shteti Islamik rekruton dhe ka rekrutuar mijëra luftëtarë duke përdorur rrjetet sociale. Sepse teknologjia në këtë rast na vjen në ndihmë, edhe na jep gjitha mundësitë për të kontrolluar edhe për të verifikuar të dhënat dhe burimet e këtyre lajmeve. Pra teknologjia e përparuar nuk e bën një shoqëri më të zhvilluar ose më të demokratike. Është arsimimi që bën një shoqëri më të zhvilluar edhe si jetojë më demokratike. Rusia është një vend ku nga pikpamjet teknologjike është mjaft i zhvilluar, po ashtu dhe Kina dhe Irani, por asnjë nga këto vende është vend demokratik. Përkundrazi, janë vende ku shkelin çdo ditë liritë njerit, ka liri. Kurse Suedia, që është një nga vendet më demokratike në botë, ka dhe një nga sistemet arsimore më të mira në botë, më të përparuar. Sepse sistemi demokratik është një formë shtetërore, një nga forma shtetërore më të përparuara në historinë e njerëzimit. Por aty ku nuk ka një shoqëri me zhvillim kulturor edhe social të dur për funksionimin e një demokracie, nuk mund të ketë demokraci. Ne nuk mund të presim që Shqipëria ku 57% e 15 vjeçarëve janë analfabet funksional të jetë një shoqëri demokratike. Shqipëria nuk është një shoqëri demokratike dhe këtë thot Freedom House, që ja citon si një vend jo plotësisht demokratik. Të gjithë ne kemi internet në shtëpi, nuk e di, po në celular sigurisht e kemi gjithë. Kemi internet, por kjo nuk na bën më të disiplinuar kur ngasi makina, ose nuk na bën zemrës më të mirë, ose përgjithsisht nuk na bën njerëz më të ndërgjegjshëm. Pra, në qoftë se duam të ndërtojmë një shoqëri vërtet demokratike, nuk ndihmon Facebooku. Facebook është thjesht një mjet, sepse teknologjia është thjesht mjet. Edhe si mjet mund të përdoret për të humbur kohë, ose për të njohur realitetet dhe njerëz të rinj. Njëkohësisht dhe falënderimet për zemërta për organizatorët dhe për gjithë ju që jeni pjesëmarrës. Në fakt, zhvillimi i hofshëm i shkencës dhe teknologjisë, sidomos 10 vitet e fundit, u ka mundsuar vendeve demokratike të paktën një mundësi le të themi u ka lehtësuar këtyre komunikimin midis qytetarëve. Pikërisht ky lloj komunikimi, të cilën një pjesë më të madhe është e dukshëm, ka ekzistuar dhe në pjesë le të themi që për shkak ka ardhur si pasojë e rritjes së rolit të teknologjisë, kryesisht të informimit dhe të komunikimit. Në fakt, shumë vende janë në rrugën e aplikimit dhe me të gjitha zbatimet të sistemit demokratike. Dhe pikërisht, kjo i përball ato me shumë vështirësi. Vështirësia u kontribon dhe përcaktimi i drejtë se çka është dhe çka përfaqëson demokracia vërtet. Koncepti i demokracisë lidhet me përpjekjen për të përfshirë gjithë më tepër njerëz, të cilët qëndrojnë në kontakt dhe në marrëdhënie me njëri tjetrin. Në fakt, potenciali demokratik i mediave të reja dhe internetit në veçantë qëndron jo vetëm në aftësinë e tyre për të ndryshuar procesin e krijimit dhe qasjes së informacionit, por mbi të gjitha edhe në aftësinë e tyre për të rindërtuar në mënyrë
elektronike një organ politik. Këtu i referohen qoftë grupeve politike, qoftë tematikave të ndryshme apo forumeve në cilat interesat janë përbashkëta, apo grupeve të tjera të cilët qëndrojnë më të përfurnizuar për sa i përket çështjeve që atyre u interesojnë. Në të vërtetë ekzistojnë dy lloje për sa i përket iniciativave të demokracisë. Lloji i parë i cili përqendrohet më tepër në burimin qendror dhe në këtë rast referohen gjithmonë një komunikimi vertikal, pra shpërndarjes së informacionit pa pasur mundësinë e ndërmarrjes së një feedbacku, dhe demokracia e dytë, e cila konsiderohet si një demokraci elektronike, ku kemi një komunikim interaktiv, një bashkëveprim midis qytetarëve nga një anë dhe palës nga ana tjetër. Pikërisht kjo mundson edhe një farë mënyrë vjet dhe si pasojë zhvillimeve teknologjike, kryesisht në aspektin e informimit dhe komunikimit. Në fakt, një proverb i vjetër kinez thotë: "Më thuaj, unë do të harroj, më trego dhe unë do të kujtohem, më përfshi, atëherë do të kuptoj." Në këtë rast, flasim pikërisht për tre proceset kryesore të cilat na mëson pikërisht teknologjia: informimi, konsultimi dhe mbi të gjitha përfshirja. Ajo çka ndodh në të vërtetë është se pikërisht qytetarët për të shprehur mendimet e tyre kërkojnë mjete për të përdorur këto gjëra nga teknologjia. Dhe në fakt, në pjesë më të madhe të rasteve dhe në fushën politike ekzistojnë në sajt të forumeve. Një forum i jep një mundësi një qytetari jo vetëm të shpreh mendimin e tij kritik në lidhje me aktivitetet e caktuar, por mbi të gjitha të japë sugjerimet e duhura mbi çështjet që ato e shqetësojnë. Pikërisht në pjesën më të madhe të rasteve, kjo kërkohet që zbatohet nga gjitha institucionet publike, por jo vetëm. Pra, përdorimi i websajteve të cilat do mundësojnë interaktivitetin të gjithë qytetarëve pas një dallimi. Përpos këtyre, procesi demokratik përfshin jo vetëm votimin, por në gjitha pjesëmarrjen dhe përfshirjen e qytetarëve në të gjitha mundësitë dhe tematikat që ato janë në interes të tyre. Përpos këtyre, qytetarët janë të vetëdijshëm se pikpamjet e tyre duhet të respektohen, mbi të gjitha të merren në shqyrtim, pse jo të përfshihen dhe në vendimarrjen e jetës politike. Një shoqëri e informuar është më ekspozuar ndaj pikpamjeve, ideve, vlerave, kulturave dhe mbi të gjitha është akoma më koshciente mbi të drejtat që e disponon dhe parimet e demokracisë që ekzistojnë. Nuk mund të mohohet fakti se teknologjia paraqesin një aspekt revolucionar, për këtë jemi dëshmitar të gjithë. Ama, vetëm nëse qytetarët do të kishin një qasje në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, por mbi të gjitha do të përmirësonin dhe demokracinë. Në mënyrë që qytetarët të angazhohen, të inkurajohen, agjencitë publike duhet të sigurojnë një midis elektronik, ose mbi të gjitha duhet të investojnë pikërisht për krijimin e rrjeteve sociale online, të cilat i mundsojnë aksesin të gjithë qytetarëve pas një lloj diferencimi. Ju servir pikërisht një informacion i cili lidhet me Estoninë, një ndër vendet që mbahet si një ndër shtetet të paktën sot për sot më të zhvilluar për sa i përket teknologjisë, saqë që edhe votimi online, votimi që aplikohet është votimi online. Në vitin 2005 kanë pasur një votim prej 0.9%, ose e përkthyer në një shifra të popullatës, 913 milion banor, ndërkohë, 913 milion banor, ndërkohë që në vitin 2013 flasim për një përqindje për 21.4 të popullatës që kanë votuar. Pikërisht kjo erdhi si pasojë e votimit online dhe mundësisë që i ofroi teknologjia pikërisht për të votuar. Ndërkohë, një aspekt tjetër akoma më i rëndësishëm është Italia, ndoshta është një ndër vendet e cilat nuk paraqet një trashëgimori ose nuk paraqet le të themi një zhvillim të njëjtë në të gjithë territorin e saj, pasi ka një diferencim ndërmjet pjesës veriore dhe pjesës jugore, ama ekziston një zonë e cila është konsideruar si zona e demokracisë elektronike lokale, Emilia-Romagna, në saj të cilët ato kanë krijuar një forum online ku të gjithë qytetarët, pas një rol diferencimi, kanë të drejtën të shprehjes së le të themi problematikave, çështjeve, kritikave dhe gjithçka tjetër që lidhet me aktivitetet e tyre. Faleminderit. Dëshiroj të shërë diçka në temën që do të diskutojmë. Do të diskutojmë për teknologjinë e komunikimit, teknologjinë e informacionit dhe demokracinë. Së pari, nëse do të diskutojmë për teknologjinë e informacionit si aspekt teknik dhe procedurial për funksionimin e demokracisë dhe të shërbimeve publike, e shohim pikpamje shumë pozitive, por nëse teknologjia e informacionit lidhet shumë fort me komunikimin dhe informacionin. Dihet që informacioni është pushtet, dhe kontrolli dhe manipulimi i tij mund të përdoret për qëllime ndryshme politike, jo domosdoshmërisht për qëllime pozitive. U përmend nga djali Albani, pjesa dhe nga Romito, që vende ndryshme siç ndodhi fenomeni praverës arabe, të cilat si pasojë e informacionit dhe aksesit dhe komunikimit të gjithanshëm, ishte një aktivizim i gjithanshëm i popullsisë që solli rrezimin e regjimeve diktatoriale. Po, janë këto vende që kanë po të njëjta problematika sepse grupe ndryshme ekstremiste
me ideologji të ndryshme, si pasojë aksesit të gjithanshëm në informacion dhe komunikimin elektronik, arrin që të ngrenë turma të ndryshme dhe përkrahas dhe mbështetës të ndryshme të ideologjive të tyre që janë antidemokratike, siç mund të jenë edhe grupe të ndryshme të djatha në Evropën Perëndimore që mjetet më të rëndësishëm dhe më fuqishëm kanë teknologjinë e informacionit dhe mediat sociale. Unë dëshiroja të shtoja domethënë një pyetje se si mund ta disiplinojmë komunikimin nëpërmjet mediave sociale, sepse unë e shoh si kërcënim për rendin kushtetues përdorimin dhe keqpërdorimin e mediave sociale për arsye sepse mundet që të keq informohen nga individu ose nga grupimi ose nga mënyra ose nga paftësia për të filtruar informacione të caktuara dhe në demokraci mund të kenë fenomene të shpërtimit të papritura të pakënaqësive të ndryshme popullore, organizimeve dhe e shoh si kërcënim për rendin kushtetues nëse nuk kemi një disiplinim dhe një mirë informim të qytetarëve për përdorimin e tyre. Ndërsa për sa i përket përdorimit në shërbime publike shoh pozitiv se si çdo mjet mund të lehtësojë shumë aspekte të caktuara. Pra si mund të disiplinojmë këtë lloj komunikimi? Produktiv, sepse çdo gjë kërkon që të jetë efikase, eficiente dhe produktive në fund. Ama unë mendoj që disiplina fitohet nëpërmjet edukimit. Çka do thotë? Në rastin konkret duhet të edukohemi, fillimisht duke filluar nga vetja, por mbi të gjitha edhe nëpërmjet shkollës dhe lëndëve të ndryshme, në moshat që të hershme dhe pastaj në vjetësi, në mënyrë se si ne duhet t'i përdorim me që të jemi pastaj produktiv për mjetin që ne kërkojmë ta vëmë në fund. Kështu që mendoj që disiplina rrihet nëpërmjet edukimit dhe informimit. Shfarë gjithë manipulosh numrat, në fund i kesh ekspertë tu edhe me anë të kërcënimit ose duke pasur njerëzit e vet, ai person fare vetë ta manipulojë gjithë sistemin zgjedhor. Amerika për shembull, si në përgjigje ka media në cila është si gabiçar, domethënë për të nxjerrë skandale të tilla. Edhe sistemi ligjor besoj se e mbron domethënë këtë sistem të zgjedhjes, i cili përdor teknologji. Ne çfarë kemi? Çfarë standardesh kemi ne? E kemi fjallë për Shqipërinë apo në çfarë sensi? Domethënë si jemi të përgatitur për të përdorur teknologjinë duke u bërë garant demokracisë. Deri para zgjedhjeve të fundit, ishte ministri në rrjetet sociale, Facebook ishte më shumë deri se sa ministri aktual. Gjithashtu edhe kur Rama ishte kandidat për kryetar Këshillit të Bashkët, ishte më shumë djetës në Facebook se sa Rama. Pra, në mediat sociale portale shqiptare këtuar, mbrapa që diferenca nga në vota ishte e kundërta. Atëherë mendoj që në të rast ndryshon në konteksti. Tani të krahasojmë pak sa Amerikën në Shqipëri, ma më duket pak sa Disneyland, për mendimin tim, pak në kuptimin e teknologjisë dhe përparimin të mirë teknologjike, sepse në fakt duhet studiuar edhe fansat dhe përardhja e fansave për secilën faqe, por shumë për faqen e Dashës, po dhe Berishës ka shumë polemika për përardhjen në koreane të shumë pira fansave, kështu që kjo nuk bëhet diferenca. Duhet parë më thellësisht gjë. Kemi prapë të suri kritike dhe thellësia e çështjes, kështu që. Nëse vetëm i shqiptarët, kemi në momentin që në parë të hashtag-it grupi ku synojnë këto fanpage-et edhe gjithashtu thashë dhe manipulimi që administratorët të mandat. Do ishte një rast i pasur në manipulim. Duhet të rikëmi që bëri dhe mbyllje në gjithë fjallës e ti dhe tha që rrjetet sociale, teknologjia është mjete. Dhe mjeti varet se si përdorë, do të thënë nëse politikanët janë duke përdorë rrjetet sociale për të transmetuar një lloj mesazhi në rastin e zgjedhjeve në Amerikë, që është në tonë në Shqipëri, ato përkthehen në një lëvizje fizike më pas, që këto njerëz që mund të jenë aktiv online, duhet që të përgjigjen duke ardhur dhe të jenë prezent në votim. Që kështu mos të ngecim tek pjesa e anës teknike. Të merres më tepër me përmbajtje, se sa gatshëm janë njerëzit që të thithin këto materiale që ju vinë dhe të jenë gjithë të përpunojnë. Që diçka për të Ishin takimet personale dhe takimet e gjithanshme, përmbusin në gjithë territorin e Shtetit Bashkuara, krahasuar me diferencë shumë madhe me popullsinë dhe me njerëzit realisht
duke i parë problematikat e ndryshme. Pra, ishin një mjet për hapjes së takimeve dhe organizimeve që do bënde, kështu që janë takime dhe kontaktet fizike direkte ato që i dhanë sukseset të madhe. Doja të shohja diçka, shëndetje jam Kendi, doja të shohja diçka që gondarme përse 3 pika tek djegësit e Obamës në Amerikë dhe djegësit e ish-Shërbimit në Shqipëri. Besoj se janë 2 realitete ndryshme dhe duke qenë se në një faqe Facebook ose Twitteri, zakonisht postimet që dalin janë më shumë si propagandë, janë propagandë, domethënë. Besoj se duke qenë se janë 2 realitete ndryshme, të shoqëri ndryshme që një shoqëri ka vuajtur, për shembull shoqëria shqiptare ka vuajtur nga ato propaganda, si themi, regjimi që kemi mjetet e që e hodën. Dhe duke qenë se Amerika nuk ka vuajtur nga këto propaganda, besoj që nuk mund të krahasohet, domethënë dhe gjithashtu them që nuk është si themi mund ta përdorim Facebookun ose Twitterin dhe nuk mund të ndajmë ata që janë më aktiv në Facebook ose në Twitter do të kenë indiferencë, sepse siç ata varet edhe nga historia që ky shtet ose ky kom ka pasur. Për shembull, në Shqipëri, kur shohim një politikan që bën shumë propagandë, që domethënë përpiqej që dalë sa më shumë në media ose gjëra, fillojnë që të humbasim besimin te ky, sepse themi që ky ka vetëm fjalë, nuk ka vepra. Por ndërkohë në Amerikë ndodhet kundërta, kam vënë që sa më shumë të domethënë të angazhohesh në këto edhe në media, edhe në Facebook e kështu, domethënë fiton një besim nga populli dhe besoj që këto 2 gjëra janë 2 kundërshtyme ndryshme dhe domethënë janë dy shoqëri ndryshme dhe nuk mund t'i krahasojmë. Unë do të rikthesha prapë pjesës së moskretën tek ana teknike, se po themi në momentin njerëzit që të ajo çka ndodh aktualisht. Në qoftë se dikush do dalë në media për të reklamuar një lloj aktiviteti apo nisme apo një arritje, duhet që ta ketë bërë më përpara të arritje. Që kështu, ideja që duhet të shohim me idenë që thjesht duan të reklamojnë, duhet të përputhet pak vetëm se kot nuk mund të dalin. Domethënë duhet të kemi pak në balancë të dyja pjesët, por që si qasje ishte shumë e drejtë pjesa e diferencimit nga një vend në tjetrin. Online faktikisht, çfarë personazhe janë marrë në organizimin këtu, bie shumë dakord që është shumë e rëndësishme përdorimi i teknologjisë dhe nga që besojmë që është shumë e rëndësishëm, jemi duke ngritur pyetje që cilat janë format që duhet për ta përdorur sa më mirë. U nis diskutimi online në konferencën e parë, vazhdoi edhe në pjesën e konferencës së dytë, siç e keni parë, që ishte pjesa e aplikimeve. Personazhet donin të ishin pjesëtar, si dëgjues apo personazhet donin të ishin folës. Dhe mendojmë që është shumë e rëndësishme kjo pjesë për t'i lënë hapësirë gjithë secilit, i cili mund të ketë kontakte personale me persona të caktuar ose jo, që të ketë mundësi të shprehë mendimin e tij dhe të krijohet hapësira për diskutim dhe hapësira për debat. Në këtë pikë, unë do thoja që kjo konferencë ka dalë e fituar dhe të gjithë ne kemi dalë fituar. Këtu do të falenderoj shumë Elsën, e cila është një folëse për herë të parë në një organizim të tillë dhe ka kontaktuar me ne me anë të aplikacionit, ka kontaktuar online. Që kështu do inkurajoj secilin që të jetë aktiv dhe ta vazhdojmë këtë diskutim dhe në grupet që janë krijuar tashmë në Facebook. Gjithashtu në hyrje ne ju kërkojmë që të kishim kontaktin tuaj, që kemi mundësi që të shpërndajmë informacione të cilat ne jemi duke mbledhur në lidhje me këtë temë. Të 4 folësit na kanë premtuar që do ta elaborojnë edhe më tej materialin që ato kanë përgatitur me referencat përkatëse dhe do të kemë mundësi që ta shpërndajmë gjithë secilit prej nesh. Kjo është vetëm konferenca e parë, e cila do vijojë nga 5 të tjera, e fundit konkludon përsëri në qytetin e Tiranës, që kështu do t'ju ftoja që t'jeni pjesëmarrës aktiv, tashmë që keni parë se si është formati dhe temat të cilat do të diskutohen, mund të jeni pjesëtar në një nga konferencat që do të zhvillohet në qytetet e tjera. Gjithashtu neve do t'ju luteshim që na ndihmonit për ta
reklamuar, le të them, për të shpërndar vlerat që ndan ky lloj organizimi. Nëse ju mendoni që është mirë që të ketë hapësira diskutimi për të rinjt, është mirë që të flasim për problematikat që na shqetësojnë, që është mirë që të rinjt të kenë një zë të tyre dhe nëse arrim ta elaborojmë ashtu si duhet, siç përmendë pak më parë, të jemi në gjendje të formulojmë një material që mund të jetë një propozim për personat përgjegjës në lidhje me ligjet që duhet të ekzistojnë për përdorimin e internetit, gjë që mungon aktualisht në Shqipëri. Nëse të rinjt që janë rritur dhe kanë parë si fakt të kryer ekzistencën e internetit dhe rrjeteve sociale, janë në gjendje për ta kuptuar se si funksionon dhe për të vënë në balancë anët pozitive dhe negative, mund të jenë në gjendje që të përpilojnë një material që të jetë në dobi të atyre personave të cilët në një moment të caktuar do jenë të detyruar që të hartojnë ligje të ngjashme. Do falenderoja shumë të gjithë pjesëmarrësit që janë sot këtu, do falenderoja edhe mysafirin e fundit të sapo ardhur për mbështetjen që i ka dhënë këtij aktiviteti. Shpresojmë që në vazhdimsi niveli i organizimit të vijë gjithmonë në rritje nga materialin këtu dhe neve pyetjet tona do t'i vazhdojmë ende online dhe fizikisht në konferencat e jashtme. Shumë faleminderit gjithëve.